Përshëndetje, mirë se vini në analizë. Inteligjenca artificiale dhe zhvillimi i teknologjisë së informacionit tashmë është një realitet për njeriu në shoqërinë e sotme, është një realitet për njerëz të cilët kanë mundësi shumë të mëdha ekonomike, janë të pasur, shumë të pasur, janë të shtresës së mesme, por edhe jo të pasur. Pra të gjithë ne, pavarësisht moshës, pavarësisht kulturave të ndryshme, pavarësisht gjeografisë, dhe pavarësisht të gjitha dallimeve si individ jemi tepër të lidhur me inteligjencën artificiale, por a është inteligjenca artificiale filozofia e re e jetës sonë? Sot në studion e analizë është profesor Gjergj Sinani, rektor i Universitetit Bedër. Faleminderit profesor që jeni në studion tonë në analizë. Pra do të flasim sot për inteligjencën artificiale. Të gjithë ne jemi të lidhur me këtë lloj inteligjence, të gjithë jemi të rrethuar nga pajisje smart apo të zgjuara. Dhe ndonjëherë edhe me humor themi që të gjitha pajisjet janë të zgjuara, individi tani ku mbetet. Dhe ndërkohë ka edhe studime të shumta, studime të universiteteve prestigjioze ndërkombëtare që thonë se në vitin 2030 zhvillimi i inteligjencës artificiale do të arrijë në një kulm të ri dhe do të formohet specia e re. Pra, përveç Homo sapiens, edhe ajo inteligjencës artificiale. Ju si e shikoni të ardhmen e njeriut në këtë perspektivë? Të marrësh këtë rol në parashikuesit do të thotë jesh profet. Por mendja njerëzore nuk mund të ndalet së reflektuari rreth kësaj situate të re që është krijuar si rezultat i këtij evolucionit të shpejtë që po pëson teknologjia, dhe ky është një problem që filozofinë e ka shqetësuar që në origjinën e saj se cili duhet të jetë raporti i njeriut me natyrën dhe cili duhet të jetë raporti i njeriut me teknikën, me teknologjinë. Unë dua të kujtoj këtu një vepër që ka bërë epokë më vonë, që është një vepër e Edmund Husserlit, që quhet Kriza e shkencave europiane dhe fenomenologjia transcendentale. Kjo vepër u botua në vitin 1936. Më thënë, po e theksoj datën sepse ai ka bërë një parashikim që më duket se sot po bëhet më se aktual, megjithse ka një kohë të gjatë që është botuar. Ai e shkroi këtë jo se ishte kundër progresit të shkencave, dhe në atë kohë progresi më i madh që pësonin shkencat ishte matematika, fizika dhe psikologjia. Ai vetë vinte nga fusha e matematikës, e kishte mbrojtur doktoraturën me teorinë e bashkësive, por e braktisi matematikën për t'ju kushtuar këtij problemi, se çfarë pasoja ka ky zhvillim i shkencës në raport me lirinë. Nuk po ndalem në analizën e thellë të kësaj, po ai ka një parashikim. Dhe thotë që dy rrugë janë përpara Europës. E shkruar në 36. Ose Europa do të bjerë në një barbari të re, që është barbaria e arsyes, ose Europa duhet bëj një ripërtëritje shpirtërore, e cila duhet filloj duke u kthyer filozofisë. 3 vjet më vonë, Europa ra në një barbari. Dhe ishte jo vetëm një barbari e arsyes, sepse u shpikën fabrikat e vdekjes, nuk ishte parë historia ka parë njerëzore masakra, por që të industrializoj vdekja, kjo nuk ishte parë. Dhe Husserli e paralajmëroi Europën dhe çfarë tha? Ai ngriti nevojën që njerëzit që të mos binin në këtë barbari të arsyes, sepse rreziku më i madh i shoqërive është kur bien në barbarinë e arsyes, që të mos bien, duhet i kthehen filozofisë. Edhe po këtu, në këtë vepër ai do të thotë që çdo shoqëri e denjë nuk mund të mendohet pa profesionin e filozofit,
dhe ata do ta kryen misionin e tij, dhe kjo ka rëndësi ta theksoj, në qoftë se ata do të jenë sinqerisht filozofë. Sepse ka edhe që bëjmë lidhje me filozofike janë sinqerisht, por janë shërbëtor të pushteteve. Pra, kjo e theksova këtë gjë sepse më duket se ne ndodhemi në një fazë të tillë. Një, si të themi, pasuesi i tij, i cili u frymëzua nga Yseli, ishte Martin Heidegger, pavarësisht oscilacioneve politike të tij, po i cili shtroi pikërisht këtë problem, raporti që duhet të ketë mendimi me teknos, me teknikën. Dhe ai parashikoi një gjë të tjerë, që ai ka vdekur në 76-ën, por ai, si thua, parashikoi se ky zhvillim i teknikës bën që njerëzit i mësojnë shumë shpejt dhe aq shpejt i harrojnë gjërat. Dhe kjo çfarë bën? Kjo bën, sipas tij, që njerëzit, dhe kjo është shpreha për mua më e bukur, i bën që njerëzit të largohen nga mendimi. Dhe kur them, thot ai, që njerëzit arratisen nga mendimi, është termi më i saktë, kam parasysh jo mendimin kalkulativ, por mendimin meditativ. Edhe ky, në veprën e tij Qenia dhe koha, që është një vepër monumentale që frymëzoi Sartrin e tjerë, ngriti pikërisht këtë rrezik që kërcënon njeriu modern dhe që e prek, thot ai, në substancën e tij më intime. Dhe ky ishte i vetmi që stonoi me kohën, sepse në këtë kohë, vitet 70, ishte rreziku i bombës atomike, dimri bërthamor e tjera. Jo, tha ai, rreziku më i madh që e kërcënon njeriu është pikërisht prirja e njeriut modern për t'ikur para mendimit. Ku ndodhemi sot? Zhvillimi i inteligjencës artificiale ka krijuar një situatë që ka angazhuar diskutimin në shumë rrafshe. Rrafshin politik, në rrafshin psikologjik, por dhe në rrafshin filozofik. Tash shumë diskutime janë, këtë e prodhon modeli ekonomik, apo e prodhon diçka tjetër. Pse? Sepse modeli ekonomik aktualisht kërkon që të ketë sa më shumë konsumator. Dhe psikologjikisht, inteligjenca artificiale prek ato sentimente të njerëzve, të cilat e detyrojnë atë që të vejë azëm të X mal ose tjetra. Algoritmet e ndryshme bëjnë këtë gjë. Ky në rrafshin psikologjik. Do me thënë, në rrafshin psikologjik, si mund ta themi, los me frikrat dhe pasionet e njerëzve. Njeriu do që të ketë gjithmonë pasionet forta, që ta godasi dhe i kërkon këto vazhdimisht. Ti shikosh njerëzit që rrinë me celular, sidomos të rinj, dhe kjo është për të ardhur keq. Kanë krijuar një varësi. Dhe që kërkon emocione sa më të forta. Dhe kjo, në rrafshin psikologjik, me çka ndjekur unë, ka krijuar një shqetësim të madh, sepse e bën të ndërvarur individin ndaj kërkimit të emocioneve të forta. Në rrafshin politik, kjo ka rrezikun e manipulimit, si shta Tocqueville, me instikte demokratike të turmës. Sot nuk kemi instikte demokratike, sot mund të kemi instikte terroriste, mund të kemi fundamentaliste, mund të kemi fanatike, të cilat manipulohen si rezultat i këtij zhvillimi, i këtij mekanizmi. Mjafton për ju gazetarist, kujtoni diskutimin e madh e fake news, se del pyetja, po, ku do ta gjejmë kriterin e së vërtetës? Është shumë e vërtetë. Dhe ky është problemi. Dhe jo vetëm fake news, tani janë edhe lajme të cilat prodhohen me inteligjencë artificiale. Dhe ndonjëherë artistët janë më të shkatët se ne filozofët. Më kujto se me televizionin Salvador Dali në një intervistë ka thënë që televizioni është shpikja më e madhe e manipulimit njerëzve. Zhuget ai shikonte këtë sot. Kjo do ishte e megjithatë thot ai, unë e dua atë sepse më ndihmon që të shitem veprat e mia.
Pikërisht, flasim pastaj për konsumin përsëri. Edhe mekanizmi i manipulimit ka ekzistuar, ky është njohur, flitet sot me të madhe që ti rikthehemi mendimit, ti rikthehemi filozofisë me qëllim që njerëzit të mos mbeten viktimat mashtrimit. Dhe kjo shpeshherë edhe në këto debatet që bëhen për inteligjencën artificiale dhe frikën që inteligjenca krijon, ne ndjehemi, le të themi, superior sepse themi ne kemi mendimin, kemi krijimin. Këto vjen në rrezik. Pse vjen në rrezik? Sepse ndodh ai fenomen që Hegeli parashikoi, ndodh fenomeni i tjetërsimit. Ai e pa në rrafsh filozofik që ideja tjetërsohet në natyrë shoqëri dhe në mendim, dhe mendimi mund ta kapi idenë absolute. Po Marksi e mori këtë ide të tjetërsimit Hegeli dhe tha që mund të ndodh tjetërsimi ekonomik. Do me thënë, e fjalë thjeshta, ne i prodhojmë mallrat dhe presupozoj që ne t'i kontrollojmë, po në fakt çfarë ndodh në realisht? Realisht janë mallrat që kontrollojnë ato ne. Pra ne shpikëm inteligjencën artificiale dhe ekziston optimizmi që ne mund ta kontrollojmë. Dhe kjo është një utopi. Kjo është një utopi, por mund të ndodhë që ajo të na kontrollojë. Ky quhet fenomeni i tjetërsimit. Pikërisht. Dhe ky fenomen i tjetërsimit ku ndikon tek liria? Sepse kalojmë te problemi prandaj dhe sot në Europë kërkohet që të ndërtohet një mekanizëm juridik që të mos krijojë ky zhvillim kaq i shpejtë teknologjisë, mos krijojë dëm në shoqëri. Pra ashtu siç ka konventa për lidhje drejta njeriu, duhet të krijojmë, është hapur diskutimi, një konvent që ka të bëjë me inteligjencën artificiale. Kjo situatë që të kontrollon, po ti nuk e shikon kontrolluesin, është akoma më e rrezikshme. Prandaj dhe kërkohen që të gjehen mekanizma juridik, ligjor, që të mbrohen disa vlera. Edhe kjo, po të thjeshtësohet pastaj është edhe tek përdorimi, sidomos i celularëve, tek moshat e reja që duhet ketë disa fasha të kontrolluara. Prandaj shoqëri ose të gjithë po përpiqen ose në Europë që po e ndalojnë në shkolla, në vendime. Po problemi është që ndonjëherë shoqëritë nuk mund të rregullohen thjesht me ndalesa. Sigurisht, duhet patjetër që të jenë mekanizma dhe sepse ndalesat nuk se kanë funksionuar gjithmonë. Bile unë kam përdor shpesh rastin e enciklopedisëve francez, I thanë Diderot që ishte autori kryesor I enciklopedisë, që mbreti e ndaloi enciklopedinë. Ai sutrondit fare po qeshi, tha, o sa mirë, tha, çdo gjë e ndaluar është e lexuar. Gjenerata jonë që ka jetuar me ndalesa të forta, ne I gjetëm rrugët, mënyra, kanaqet për të parë, pra çdo gjë, ose veprat e ndaluara, të kujton atë kohën tonë, Sartri, Dostojevski, e tjera, ishin ndaluar, po njerëzit kërkonin t'i gjënin. Sot për shembull që botohen të ri nuk vjen. Në momentin që ai shikon që është ndaluar, do të vej. Prandaj kërkohet gjithmonë ky kthim tek mendimi, sepse është një situatë që mund ta arrit rrezikun e manipulimit me instinktet e njerëzve. Profesor, juve sigurisht që njeni filozofin, jeni një profesor I filozofisë, por jemi në një realitet që tani edhe nuk kemi shumë kohë për t'i menduar gjërat ashtu siç duhet, sepse kjo lloj teknologjie është kaq e avancuar sa që ne nuk mund të pretendojmë që ne do të kapim ritmin e saj. Dhe ka disa vende shumë të zhvilluara, për shembull, që individi po bashkëjeton me inteligjencën artificiale. Sigurisht edhe ne kemi gjëja e parë që bëjmë në mëngjes, sa hapim syt, marrim telefonin në dorë.
Por, po flas për shembull për një shembull konkret që ka bërë buj edhe në botë, siç është Kina. Në Kinë, për shembull, robotët tani janë makinat pa shofer, autobusët pa shofer, ka robot sidomos në sistemin shëndetësor, në kujdesin ndaj të moshuarve, shumë të tillë dhe madje është hapur dhe i vetmi spital në botë i cili bazohet në inteligjencën artificiale. Janë 14 mjekë të cilët janë të trajnuar me inteligjencë artificiale dhe trajtojnë 3.000 pacient real. Tani, sa mund të ndikojë filozofia në atë që neve të mos e njësojmë veten, se ne edhe në komunikimin me njëri tjetrin, për shembull, ne presim që edhe në bisedat tona të kemi shpejtësinë e shkëmbimit të mesazheve. Dhe është disi e vështira, na ndihmon filozofia për këtë. Unë besoj se po kur më thatë ju ku ngrihemi në mëngjes që shikojnë celularin, mu kujtua... Edhe para se të flem. Para se të flem, mu kujtua një parashikimi Nietzsches, i cili thot që gazeta e mëngjesit do të zëvendësoj lutjen e mëngjesit. Nëse dikur njerëzimi e fillonte ditën me lutje, atë zëvendësoj gazeta, pastaj televizioni që ngrihen njerëzit e ndezit, tash e ka zëvendësuar kjo. Dhe Nietzsche i shkret parashikoi që kjo do të bëjë që nihilizmi do të trokas në dyert e Europës dhe nihilizmi do të jetë rreziku më i madh për Europën, i cili do të sjellë edhe luftrat të përjashme. Këtë e ka thënë Nietzsche dhe ka një libër të vogël. Aja është një libër që ja botoi e motra, që është e quajtur Nihilizmi Europian, po që ka shënime të vogla, sa i mendonte të bënte një vepër madhore rreth nihilizmit që kërcënon Europën. Dhe një parashikim që ka për kuriozitet që i ka dalë, se ka për shumë fusha politike, po marrë një gjë të vogël muzikën, që kjo mund të evidentohet me njerë. A i thonë që kjo frym afarizmi, merkantilizmi e tjera që po përfshin Europën, thotë në atë kohë, do të bëj që harmonia në muzikë do të humbasë dhe do të triumfojnë zhurma. Dhe në fakt, fotokëri danga, shikojmë rrymat më të fundit dhe më të pëlqyera nga të rinj. Dhe nuk ka më harmoni në muzikë. Siç ishte harmonia në muzikën klasike, apo në muzikat të tjera, në rrymat të tjera. Dhe prandaj them që duhet filozofia me qëllim që t'i detyroj individin që të mendoj me kokën e vet. Ky është. Sepse kjo inteligjencë artificiale ka rrezikun që ta detyroj individit mos mendoj me kokën e vet. Mendoj sipas kokës atij që do ta përdor këtë gjë, sepse ne nuk e dim se në ç'duar mund të bjerë një gjë e tillë. Prandaj dhe kërkohet kjo pjesëmarrje e individit. Por kjo, që prandaj dhe ju përmendë këtë fakt shumë interesant, kjo ka ndikuar edhe në kulturën e njerëzve. Nuk ekziston më kultura e njerëzve që flasin bukur. Nuk ekziston më kultura e të shkruarit bukur. Është shumë e vërtetë dhe ka... Dhe flitet me shkurtime. Shkruhet me shkurtime. Dhe kjo po shkatron edhe vetë gjuhën, që është mjeti universal i komunikimit, dhe është gjuha ajo që do përcjelli edhe emocionet dhe e tjera. Tashmë këto rolin e përcjelljes së emocioneve ose kërkimin e emocioneve e ka zënë aparati. Kështu që pse përmendje janë krijuar, është vërtet Kina ka një zhvillim të madh të inteligjencës artificiale dhe kjo përbën një nga fushat kryesore të konkurrencës botërore, por ka pasojë tek individit, prandaj edhe është ndjerë nevoja që të krijohen edhe spitale, sepse nëse ne kemi trajtime për ndërvarësinë e drogës, mund të kemi një ndërvarësi tjetër më të rrezikshme, që mund të krijojë drama personale, për mos të thënë që mund të krijojë edhe drama
sepse sot inteligjenca artificiale i ka shuar kufit, përmes tyre mund të komunikohet dhe mund të përcillen lloj-lloj mesazhesh. Atëherë vim tek problemi klasik se si duhet të krijojmë, dhe që është problemi më i madh i çdo shoqërie, si të krijojmë ato kushte në mënyrë që njeriu të jetojë në mënyrë dinjitoze. Pra detyra e çdo drejtuesi është që të krijojë ato kushte që njerëzit jetojnë në mënyrë dinjitoze. Kjo sfida e lirisë sot, nëse drejtuesit tanë do të mendojmë për komfortin personal dhe jo për jetën dinjitoze të individit, shoqëritë patjetër do të përballen me probleme më të mëdha në të ardhmen. Kjo ka ndikuar edhe në pikpamjen psikologjike, po shikojmë individ gjithmonë më të tërhequr, më të vetmuar, po kështu edhe fëmijë, pra duke i krahasuar me jo shumë kohë të kaluara, të cilët nuk e kanë më dëshirën e lojrave fizike dhe të argëtimit përmes lojrave. Pra është ky lloj ndikimi në jetën e përditshme të individit, sigurisht që ka edhe të tjera pasoja të rënda. Por këto, si mendoni se në një farë mënyre, çfarë duhet sistemi mbrojtës duhet të krijojë shoqëria? Po, ajo që tharë është ky diskutim i madh që po diskutohet në rrafshin akademik dhe në rrafshin politik për të ndërtuar një kuadër ndërkombëtar ligjor e cila të rregulloj këtë fenomen që po shfaqet. Pra se kemi Deklaratën Universale e Drejtë të Njeriut, duhet kemi edhe konventa të cilat të rregullojnë këtë gjë. Nga ana tjetër, duhet që sistemi edukativ të detyrojë njerëzit të ushtrojnë të menduarit, sepse kjo po ndikon çik negativisht edhe në shkatrimin e të menduarit, sepse për çdo problem duke ju drejtuar asaj, ChatGPT, ti nuk e vret mendjen. Pikërisht. Pra si thua, të kap një përtacim mendore, e cila nuk e vret mendjen, nuk mundohet, sepse dhe pyetjet që bëjnë individët janë nga më të ndryshmet. Mirë, po kjo mosvrarje e mendjes është gjithmonë me pasoja katastrofike. Jo rastësisht para disa kohësh një grup studiuesish doli me një promemorje që sugjeroj që të mbyllet ca kohë të inteligencës artificiale. Pse? Sepse ritmi i zhvillimit teknologjisë po bëhet aq i shpejt sa njeriu mund ta humbas kontrollin e këtij fakti që vetë ka krijuar. Edhe ai që dje po shikoja babai i inteligjencës që mori çmimin Nobel, pavarësisht kësaj bëri dhe një paralajmërim për kujdes në përdorimin e inteligjencës artificiale dhe sidomos rrezikun që mund të paraqesë ajo që ky përbën një problem më vete për frontet e punës. Zëvendësimin janë shumë profesione që nëse dikur apo marrim më thjeshtë, nëse dikur ishin letrat, ishin ato magazinat e mëdha që bëheshin shpërndanin letrat. Tashmë ato janë bosh, ka zëvendësuar kjo, nuk shkruan. Ashtu siç edhe telefonat fikse nëpër shtëpi, apo ato publik nëpër rrugë, të cilët kështu që kjo është një thirrje si thua e tërë, jo vetëm të akademikëve, por edhe të opinionit të gjerë, të prindërve e tjerë që shikojnë një rrezik të madh të tjetërsimit të individit. Gjithmonë shoqëritë kur ndodhen në faza të tilla të krizave të mëdha shpirtërore, gjithmonë kanë ndodhur edhe katastrofa të mëdha që njerëzimi më vonë mezi e ka marrë veten. Profesor, ju falenderoj shumë për të gjitha opinionet që ndatë sot në studion e analizë dhe faleminderit dhe suksese në punën tuaj.
Faleminderit për ftesën edhe juve, suksese në rrugën drejt vërtetës. Faleminderit. Të dashur miq, ishte kjo analizë për sot me profesorin Gjergj Sinani, rektori i Universitetit Bedër. Ne folëm për inteligjencën artificiale, por tashmë në optikën e një filozofi dhe të filozofisë, apo bëhet ajo një filozofi e re e jetës. Ju falenderoj të gjithëve ju që na ndoqët dhe bashkë miru takofshim.